Më 8 tetor, vetëm 2 ditë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit në apel, një familjar i familjes Shkambi hapi një faqe në GoFundMe për t'i kërkuar shqiptarëve të kontribuojnë për të përballuar shpenzimet për avokatin, me gjithë çudinë të radhiturit krah një vrasësi, e cila do qofshin arsyet e tij. Objektivi që Francesc Shkambi vendosi ishte $20.000 ndihmë dhe thuajse u arrit. Deri në orën 11:30 të datës 10 tetor, shqiptarët kontribuan me mbi $14.000. Mes personave që dhanë donacione, shumica ishin me emra, por kishte edhe persona anonim, por tashmë faqja në platformën për donacione në GoFundMe është mbyllur. Personi që pretendonte të ishte familjari 30 vjeçarit Elvis Shkambi dhe Gjon Shkambi 56 vjeçar, kishte shpërndarë në platformë edhe një mesazh që thoshte se është i familjes Shkambi. Reagimi niste së pari me ngushëllime ndaj familjes së gjyqtarit Kalaja dhe me një ndjesë ndaj palëve në gjyq, Ate Bir, Ragib dhe Ervis Kurtaj, të cilët mbetën të plagosur. Sipas familjes Shkambi, as Elvisi as Gjoni nuk e kanë shprehur ndonjëherë qëllimin për të sulmuar me armë drejtësinë, pavarësisht se kanë pretenduar për gjykim të gabuar ndaj tyre. Në një parashtrim, Francesc Shkambi shkruante se asgjë se justifikon humbjen e jetës, por sistemi i drejtësisë është i tillë sipas tij që i lë familjes shqiptare në dëshpërim, mes një konflikti të gjatë ligjor për të drejtat e pronës. Nuk dihet nëse Francesc Shkambi është vërtet familjar i të akuzuarve për vrasjen. Sikundër nuk dihet as nëse mesazhi i shpërndarë është vërtet nga familja Shkambi.